mirë se ritakohemi sërish në podcastin e muajit Ramazanit. Jemi në podcastin Kjo është koha, po sot jemi disi ndryshe. Nuk jemi me pyetjet e zakonshme me Hoxhën Ahmet Kalaje, por se do të jemi një bashkëbisedim me 4 studentë, të cilët unë i kam përzgjedhur si 4 studentë që vinë nga fusha të ndryshme, po të përbashkët kanë ekselencën. Janë të 4 studentë shumë të mirë, edhe pse janë modest, edhe gjatë kohës që ne po bënim gati planet dhe po vendosim kamerat, unë e shijova këtë bisedë paraprake dhe kuptova që i kemi paragjykuar disi këta të rinj, sepse mendojmë që janë ai brezi që ndoshta nuk jep shumë rëndësi kuptimit. Po besoj që më të paragjykuar jemi ne nga ata, po gjatë bisedës do të kuptojmë se cilat janë, po themi, këndvështrimet, botkuptimet, sukseset, sfidat e tyre në këtë muaj Ramazani, po dhe përtej tij. Dhe unë sot kam 2 studentë mjekësie. Do të filloj me Akil Vyshka. Akil, mirë se vjen. Student në Fakultetin e Mjekësisë viti 3. Po, viti 3. Një student ekselent gjithashtu. Kemi Yasin Yzo, student gjithashtu në Fakultetin e Mjekësisë, viti 3. Yasin, mirë se vjen. Yasini, kush ka qenë gjatë muajit të Ramazanit te Dina Hoxha po dhe në xhamit e tjera, do të ketë dëgjuar zërin e tij të bukur në këndimin e Kuranit, pasi Yasini është dhe hafiz Kurani, pra ka memorizuar gjithë Kurani përmendësh, që është një sfidë, është një fakultet më vete. Gjithashtu kemi Emir Leçini, student shkenca kompjuterike viti 3, ai është dhe kryetari i Unionit Studentar Musliman. Dhe në fund Elash Endrit Myrthan, Elash sepse kam jo pak për të thënë, gjithmonë do përzgjedhet në pak, është student i mekatronikës në Universitetit Politeknik Tiranë viti 3. Mirë se vjen Endrit. Edhe Endriti gjithashtu një student ekselent, i angazhuar në organizatën Albanian Skills, ku ka organizuar konkursin kombëtar të aftësive 2025 me 200 të rinj nga gjithë Shqipëria. Pra kemi një shkencëtar aktivist të së ardhmes, do thoja, pasi keni qenë pjesëmarrës në një program mos gaboj 3 mujor në Gjermani, në Köln, ku së paku keni qenë një tavolinë me shkencëtarë të mëdhenj. Pak a shumë. Po e nisim nga kjo e fundit. Çfarë ka qenë kjo përvojë, po themi, mes shkencëtarësh disa mujorëshe në Köln të Gjermanisë? Pikë pare, faleminderit shumë për ftesën. Është vërtet kënaqësi që ta ndaj këtë panel edhe këtë podcast me të rinj të suksesshëm edhe shumë pozitiv, shumë të mirë. Përvoja ime në Gjermani ka qenë 3 mujore, ka qenë biles një aplikim shumë spontan, thjesht më doli në Instagram, bëhet fjalë në 2024, edhe bëhet fjalë për një program që të mundsonte të rinjve nga Shqipëria, por edhe nga vendet e Ballkanit. Pra ka qenë një organizim Ballkanit perëndimor. Mi Ballkanin, po. Po, që ta të rinj nga universitete ndryshme, nga degë të ndryshme, të kenë mundësi të realizojnë një praktik 3 deri në 6 mujore në një qytet Gjermanisë. Dega mund të ishte çfarëdo. Unë aplikova me shumë entuziazëm, pavarësisht se ishte proces shumë i gjatë aplikimi. Pra bëra intervistën, aplikova, dhe ka qenë një proces shumë i gjatë, gati 6 muaj në përzgjedhje, edhe një konkurrencë shumë e fortë, se bëhet fjalë gjithë ky brez, pra brezi 2025 ka pasur 650 aplikime nga 7 vendet e Ballkanit perëndimor. Edhe fatmirësisht, fal Zotit, u përzgjodha, edhe kam pasur praktikën time në Institutin Kërkimor GSI Helmholtz Center në Gjermani, në Darmstadt, që është afër Frankfurtit. Pra ka qenë një përvojë, po themi, jo vetëm triumfuese sepse u zgjodhet, por se besoj dhe përfituat shumë nga trajnimi që u zhvillua atje. Jam kurioz të di si qëndron raporti mes studentëve shqiptar dhe studentëve të huaj. Pra vazhdimisht ne kemi menduar që të huajt janë më të përgatitur, më të aftë, edhe për shkak të sistemit arsimor që ekziston atje. As pikaste, po themi, e ndriti aty raport me të tjerët, apo? Shiko, për te modestis, normalisht kam qenë unë si individ që kam kërkuar më shumë nga vetja. Por në raport me atë se çfarë sistemi arsimor në Shqipëri aktual, pra sistemi aktual, ofron, është e pamjaftueshme.
Pra, kuptoj diferenca e sistemeve arsimore ai shqiptar më të huaj, po ndërkohë këmbgulja juaj mund ta kapte këtë diferencë dhe ndoshta dhe mund ta tejkalonte. Tejkalonte jo, se normalisht kanë shumë mjete, pra të gjithë studentët kanë mundësi më të shumta. Pra me më pak përpjekje se sa mund bësh në Shqipëri, ti arrin shumë gjëra jashtë. Dhe anasjellta, pra këtu në Shqipëri duhet përpjekesh shumë që të arrish disa gjëra. Kjo është pra në përgjithësi është për shkak të mangësisë së mundësive që i ofrohen të rinjve. Pra bëhet më sfiduese dhe do duhet që një student shqiptar po themi të kërkojë dhe mundësi alternative. Mirë, të kthehemi pak tek atmosfera e Ramazanit, tek besimi, si orienton po themi botkuptimin e gjithë secilit prej jush. Pra si ja bëni me këtë vrapim të shpejtë që kërkon shkenca, hulumtimi dhe këtë qetësi që kërkon besimi. Pra si arrin të bësh bashk vrapin për shkencë dhe meditimin dhe qetësinë që t'i jep feja dhe besimi. Shiko, thonë që shkenca të paktën e kanë kthyer në një besim, që unë s'jam dakord. Shkenca është për të kontestuar, për të diskutuar, për të nxjerrë hipoteza, për të nxjerrë vërtetime me radhë. Duke qenë e tillë që nuk është absolute, edhe në momentin që ti futesh edhe vendos të zgjedhësh një rrugë drejt shkencës, të paktën jo shkenca aq e përparuar, po të paktën duke lexuar për të, ti kupton që jo çdo gjë pra është e rastësishme apo ka ardhur nga rastësia. Pra aty fillon dhe si më thënë njeh mrekullin, njeh të ekuilibrin perfekt që ekziston. Sepse ti po lexoja para 2-3 ditësh për planetin Tokë, edhe thonte që Toka ndodhet në një orbit aq perfekte sa që po të ishte 10% më afër diellit nuk do kishte jetë, po të ishte 10% më larg prap nuk do kishte jetë. Po të rrotulloj më shumë, pra më shpejt, ditët do ishin shumë më të shkurtra, edhe prap nuk do kishte jetë. E po të ishte më rrotullim më ngadalt, prap nuk do kishte jetë. Pra, kjo nuk është sa më shumë hulumton, po themi, përbërjen e tokës e gjithçka tjetër, aq më tepër ndoshta kjo e ndihmon besimin dhe e kundërta, ndryshe nga shpesh është ushqyer, pra që sa më tepër shkencë, aq më pak nevojë për Zotin, duke se është e kundërta. Mirë, Akil, ju jeni një student që mjekësinë, po themi, ishte një trend që një student i mirë do të vazhdojë mjekësinë, apo mjekësia ka qenë një projekt, po themi, që merret me njeriu si qenia më e lartë, po themi, e krijuar nga Zoti. Pra është qenia që Zoti ka dalluar nga gjithë të tjerë. Pra çfarë shtyu drejt mjekësisë? Fakt mjekësinë e zgjodha vitin e fundit, nuk është se kisha bën plan. Besoj ose më vonë e kuptova. Shpeshherë mjekësia pik bazë ka shërbimin tek personi ndoshta. Edhe ndoshta edhe kjo gjatë gjithë jetës time, domethënë që i vogël jam mësuar të shpërby personave, empatia për personin, ndoshta kjo mund të ishte një arsye tjetër është që thoshin gjithë është e vështirë, është domethënë s'bëhet, më dukesh domethënë unë besoj që po të besosh në Zot edhe me vullnetin tënd inshallah e arrin çdo gjë. Edhe e kapa mjekësinë, domethënë ishte gjë u kap, elhamdulillah. Ndoshta ne kemi fatin që të njohim krijesën më të mrekullueshme të Zotit. Domethënë nëse meditojmë atë që lexojmë në shkollë për shembull, çdo lënd, nëse vetëm ne na herë harron kotja dhe vetëm mësojmë për hir të lëndës ose harrojmë, domethënë mësojmë që kjo dije do bëjmë provimin do mbaroj. Ke parasysh? Kurse po meditove edhe sa më një fjali të lëndës që ka thënë një shkencëtar ose një fakt që është argument shkencor, kupton domethënë madhështinë e krijimit të Zotit, domethënë. Pra ti po thua që një lëndë siç mund të jetë anatomia, mund ta kthesh në një lëndë besimi, sepse duke njohur më tepër trupin. Është mahnitshme, është rritet dhe besimi. Është domethënë perfeksioni që ekziston nuk është normal. Nuk është normal. Domethënë, është një gjë mbi natyrore. Ta na shkalohet, që shkalohet një ekuilibër kaq perfekt, okay, vazhdojmë te tema tjetër. Po të meditosh fakti që në trupin tonë domethënë një pjesë vogël trupit tonë ka miliona qeliza dhe secila qelizë vazhdon funksionin e vet në mënyrë maksimale. Mendoja imunologji po studiosha, edhe fakti që jemi gjallë ne sot, do thotë që trupi jon s'ka humbur as i betejën jetën e vet.
Domethënë, imagjino sa miliona viruse, baktere që mund të kena ardhur sistemin ton, dhe gjithmonë i kemi luftu. Edhe as nuk mendojmë as nuk kemi falendërues ndonjëherë. Kujt i ka rënë besimi të lexoj anatomi, të shkoj te fakulteti i shkencave mjekësisë, aty do të gjej pafund argumente Zotit, të mrekullisë, të ndihmës së tij. Mjekësia është fushë që gjithmonë do vazhdoj të kërkoj, edhe gjithmonë do ketë për të kërkuar akoma. Edhe është argument për njerëzimin që asnjëherë do kemi dijen absolute. Gjithmonë do kërkojmë, do jenë argument për neve që për këtë krijesë që na ka kriju Zoti, domethënë, se Zoti, dituria e Zotit është ka urtësi maksimale, kurse neve e kemi cekët, domethënë, jemi të mangët. Edhe gjithmonë neve duhet të krenohemi paktën më sa na ka mundësiu Zoti me kuptu. Edhe ta shtojmë këtë. Dhe gjithashtu Jasini ndoshta ne ka kaluar në një aspekt në raport me Kur'anin, pasi siç thash ai ka memorizuar mbi 600 faqe Kur'an. Sa ka ndihmuar Jasinin Kurani në raport me jetën e tij, raport me shkollën e tij, raport me studimet e tij, dhe sa e ka penguar, pasi për dikë mund të duket si dikush do thoshte 600 faqe ke memorizuar, mund të memorizoje 6 libra mjekësie dhe mund të ishe sot një super student. Dhe ti je i tillë, po kontakti i parë me Kuranin ka qenë që në moshë të vogël, le themi, edhe në atë moshë kur mendoja për shembull që nëse do vazhdoj të mësoj Kuran, kjo do më ndikoj për shembull do më pengoj nga angazhimet e tjera. Ka qenë një merak fillimisht, po ka qenë një frikë për shembull që do shpenzoj më shumë kohë me Kuran, le të themi, dhe me çështjet e shkollës do t'i lë pas dore, po me kalimin e kohës sa më shumë që rritesha, mendoja që Kurani ta bekon kohën. Domethënë Kurani të shton begatin, të shton. Po besoj është dhe një ushtrim i mendjes duke memorizuar Kur'an, e ke më thjesht përveç bekimit të kohës, Kurani vetë është disiplinë. Është disiplinë edhe mëson më shumë disiplinën e përsëritjes, për shembull. Unë do thosha, unë Jasinin e kam student, e kam mjekësi, e kam këtë grupi, edhe kam njohur që në vit të parë. Jeni shok klase, po? Jam shok klase, edhe do them, mashallah Jasini, unë se dia ishte domethënë hafiz Kurani që atëherë, po është ajo periudha gjimnazit që ndoshta e neglizhon pak Kuranin, po ka qenë argument për mua, domethënë fakti që mësonte Kuran edhe prap dilte të njëjta rezultate maksimale si gjithë tjerët në shkollë, domethënë u dukte habitshme, thosha, edhe mashallah, domethënë edhe kuptoj që fjala e Zotit nuk tul asnjëherë, domethënë është mahnitshme. Po shpresojmë që dhe ty Akil të ketë ngacmuar pa kjo metoda e suksesit përmes Kuranit. Po, është gjithmonë ka qenë e kam pas Kuranin e kam pas prioritet gjithmonë. Nuk është për shembull 70% të kohës ja kushtoja leximit të Kuranit ose përsëritjes ose mësimit të pjesëve të reja, 30% le të themi ja kushtoja pjesëve të shkollës. Për shembull para provimeve isha unë ai që më shumë përsërisja Kuran dhe lexoja Kuran, sesa të hapja librat edhe të shtrohesha të mësoja. Kjo si ata që i marrin notat me mik, po ti i ke marrë me bërë. Kjo është pastaj edhe nga i madh i Zot. Po, është dhunti, është alhamdulillah është begati, është begati. Ndërkohë Emiri është po them fokusuar në një fushë tjetër, edhe pse studion për shkenca kompjuterike, ka një angazhim jo të pakët në raport me organizimet studentore, me Unionin Studentor, këto kohë veçanërisht. E përmende pak me ndritin, ne shkencave na çan pak zemër për aktivizëm. E kemi pak çfarë aktivitetet, nisma të ndryshme se ka një kompensoni atë kompensojmë atë shkencën eksakten, po do njeriu pak angazhim, ka një ndjesi që nuk e plotson dot me shkencë. Edhe kjo gjë alhamdulillah përfshi edhe me qëllimin edhe me çdo gjë tjetër që angazhohemi. Shiko, ti ke marrë pjesë në edhe në shkollat verore, edhe në trajnime, po themi, me studentë për organizime ndërkombëtare në fushat ndryshme, edhe besoj aty ka pas jo pak aktivizëm. Çfarë do të diferenconi midis aktivizmit, po themi, të përgjithshëm dhe atij që i orienton njerëzit tek feja, tek besimi, tek Kurani, tek Ramazani? Pra, ka një diferencë midis këtyre angazhimeve? Ka diferencë, po ka dhe përbashkëta. Nëse do përshtaten ose nëse do fokusohemi ke diferenca. Diferenca është
çiltërsia dhe sinqeriteti. Edhe gjithmonë ato aktivistë që aktivizohen ose gjithmonë e kanë vënë te Unioni Shtetor Musliman, kur angazhohesh për diçka e të i kalon atë që do bëje për gjëra që nuk janë synim të ahiretit. Unë shpesh e kam qenë vullnetar në shumë aktivitete. Edhe vjen një pikë të aktiviteti që ti e kupton që po lodhesh shumë për diçka e cila nuk është aq wow, ose nuk është një qëllim aq i madh. Dhe gjithmonë vullnetarët japin një kontribut e pastaj ndoshta të rishën në fund ose nuk është se japin maksimumin. Ama këtu ndryshon. Edhe nëse ti do kalosh për te mundësisë, do kalosh për te asaj që kishe planifikuar, gjithmonë energjia është aty ose është ndoshta edhe bereqeti që ndihmon Zoti. Këtë e kanë vënë shumë te aktivizimi në çështje normale sociale, po aktivizimi për çështje ahireti ose për çështje shumë për çështje shpirtërore, për çështje besimi. Duket sikur këtu funksionon ajo logjika e ndihmës, pra e sadakas, kur njeriu sa më shumë jep, aq më shumë i bekohet ajo që ka. Kështu në raport me kohën dhe me aktivizmin, sa më shumë ndihmon të tjerët, sa më shumë kthehesh në një shembull të mirë për të tjerët, aq më shumë bekohet koha, që tha Jasini. Ende ju e kujtoni agjërimin e parë si e kujtoni, po themi, kur keni vendosur të agjëroni për herë të parë ose kur jeni falur për herë të parë, pra këto përvojat e parë shpesh lejnë gjurmë. Unë faktikisht unë jam rritur në një familje muslimane, por jo praktikante, pra thjesht me besim. Kam pasur edhe gjyshin, ndjes pas Zoti mëshiroft, që ka qenë muezin xhamie. Edhe normalisht ka qenë edhe më ka ndjekur kjo gjë që nuk duhet të jem, pra që thjesht besoj, por duhet të jetë edhe diçka më shumë. Pra besimi nuk është thjesht ndjenjë, por është edhe praktik. Patjetër është disiplinë, ato që përmend edhe Jasini. Unë kam nisur të lexoj ato shkrimet e para të Kuranit, kanë qenë ca doralec, ca shënime të vogla dhe që kishin disa ajete kuranore, kishin disa udhëzime, këshilla se si të futesh edhe të udhëzosh në Islam. Ka qenë 4 vjeç e gjys, kam qenë 4 vjeç e gjys. Që atëherë me libër me vete. Ke qenë një talent. Edhe kur kam agjëruar, normalisht kisha edhe antar të familjes që agjëronin, po kam qenë 14 vjeç, pra i bie 9 vite më parë. Do kanë qenë vite, po themi, Ramazane të gjata, të nxehta në verë. Në rreth muajit qershor korrik. Pra e keni filluar me sfida që në fillim, e keni filluar gradualisht, po me një Ramazan të... Çfarë ju mëson Ramazani që nuk e mëson shkolla, shkenca? Disiplina, urtësia, edhe se si ti jesh, pra ti punon për vepra më të mira, pra që ti të përmirësosh veten për hir të Allahut, edhe të jesh më i mirë me njerëzit. Gjë që ti nuk arrin në asnjë gjë tjetër, pra në asnjë metodë tjetër. Ti mund të bësh punë dhe gjëra tjera, po këto gjë nuk ta mëson asgjë tjetër përveç sa agjërimi. Unë besoj që po të bëjmë një listë vërejtjeve tuaja mbi sistemin arsimor me problemet që ka shoqëria, besoj që do jetë e gjatë. Edhe jam i sigurt. Jo vetëm me ndritjet. Po, patjetër, është ankesë e brezit, kryesisht çdo veçanërisht brezi juaj është gjithmonë është brezi që proteston për realitetin që ndodhet, kështu ka ndodhur gjithmonë, po ju keni argumente më shumë. Mendon që ka nevojë shoqëria shqiptare, rinia shqiptare që të orientohet edhe më të tepër drejt, po themi, vlerave tradicionale si feja, si besimi. Pra, na mungon një sistem arsimor i mirëfillt. Na mungojnë edhe shumë modele të duhura, edhe shumë laborator, edhe shumë partneritete me universitete të tjera. Po a na mungon edhe kjo, po themi, busulla shpirtërore për rinin shqiptare? Është shumë e vërtetë dhe jam shumë dakord. Unë biles edhe më përpara, gjatë diskutimeve me persona dhe me njerëz tjerë, e kam cekur gjithmonë këtë gjë që duhet të jetë një lëndë të paktën sikur edhe në nënvjeçare apo në gjimnaz të jetë një lëndë besim dhe moral. Pra të rinjt të kenë mundësi që të mësojnë ca norma morale, po edhe ca këshilla, udhëzime fetare mund të jenë, sepse të gjitha fetë predikojnë diçka që të jemi njerëz më të mirë, më dashamirës, të mirë me njëri tjetrin. Edhe pastaj se cilën fe ti zgjedh besosh, që për individ ndryshëm është ndryshëm,
është punë për ty, se një praktikë që perëndim sot është gjithandej, pra në shumicën e vendeve të zhvilluara, po vendet skandinave këtë gjë e kanë. Kështu që mendoj se kjo do ishte një praktikë shumë e mirë që të rinjt të udhëzohen edhe ta kenë këtë gjë, pra mirësinë edhe mirësinë që të fal besimin në Zot, por edhe këshilla dhe pra mbi moralitetin. Pra mësim besimi do duhet që të futej që në shkollat fillore, po besoj që edhe në universitet dhe në fakultet do të ketë hapësira për diskutuar rreth fesë, besimit, rreth të shenjtës, rreth revelatës dhe rreth historisë së profetëve. Ndërkohë, Emir, unë kam arritur atë kohë kur ti ishe fetar, ishte disi jashmode. Edhe ka patur jo pak njerëz cilët agjeronin ose praktikonin fen, po kishin kompleksin ta shfaqin këtë. Kam përshtypjen se sot është përmbysur kjo situatë, madje ndoshta është kthyer e gjitha përmbys, ku të mos kesh një uri për fen, ndoshta je jashtë mode. Mos kesh agjeruar, mos kesh shkuar në xhami, mos dish diçka rreth fesë. Duke sikur s'merr vesh. Do thoja, mos kesh has dikë që agjeron, duhet të jetosh diku poshtë gurit, se nuk ka mundësi. Madje po e diskutoja me disa shok para disa ditësh, mendoj që nuk ka një klasë në Tiranë në cilën nuk ka një agjerues. Mendoj sinqerisht, domethënë nuk kam has një person që të mos ketë pas dikë që agjeron, po përveç kësaj, nuk mendoj që ka një person ose një klasë që nuk ka një agjerues në ta. Domethënë nuk është ajo. Nga statistikat që kam unë nga 9 vjeçare së paku statistikat janë rreth 70 deri në 80% të fëmijëve janë agjërush. 9 vjeçare. Po. Okay. Pra, po më thon mësues që janë për rrethe veçanërisht që rreth 70% dhe prandaj thashë që po kthehet, po përmbyset që ata që nuk agjërojnë, po ndoshta ju mungon diçka dhe besoj që dhe ata se njeriu është i tillë që e imiton trendin, e ndjek trendin, po duhet dalë përtej imitimit dhe përtej, po themi thjesht asaj modës për të agjëruar se për të hyrë në xhami. Siç e the, nuk është informacioni tani është i madh. Edhe po thysh se të gjithë personat e dinë çfarë i bëhet agjërosh. Madje unë mendoj që shumica edhe e provon një ditë, se është ky presioni i shoqërisë te ti, po agjërojnë gjithë, ta provoj dhe unë një ditë çfarë është agjërimi ose a e mbaj dot. Tani nuk është aq sfidë kur e ka nisë ndritje edhe unë. Megjithatë është një farë lezeti se njeriu edhe nëse nuk qëllimi i agjërimit nuk është i duri, i mirëfillti për besim tek Zoti dhe si adhurim, ka një farë sfide në të që i lezeton pak të rinjt. Edhe kjo gjë ndoshta ndikon që ata ta shohin agjërimin pak më interesant se adhurimet e tjera që namazi ose një adhurim tjetër. Yasin, na tregu pak për këtë pjesën e Kuranit, pra ju e lexoni Kur'an, memorizoni Kur'an, po ndërkohë në universitet nuk flitet në Kur'an në mënyrë eksplicite, po flitet për njeriu, flitet për ekuilibra. Pra, sa i gjeni ajetet kuranore në atë çka thuhet nga burimet, po themi shkencore, nëse mund të themi. Edhe pse kryesisht shkolla jon vazhdon të trashëgojë atë formatin sovjetik ateist ku nuk ka mrekulli, po ka vetëm funksionalitete. Po kur i merr të gjitha funksionalitetet, që të gjitha në vendin e vetë, në masën e vetë, e kuptojnë që aty ka mrekulli. Pra sa i gjeni Kur'anin tek ajo që thuhet si e pa shpirt. Shiko, sa më shumë të lexosh, sa më shumë të thellohesh në mjeksi, aq më shumë vërteton ajetet kuranore, për shembull kur Zoti thotë ne kemi krijuar njeriu në formën më perfekte. Edhe të shikosh mekanizmat që ndodhin në trup, të shikosh funksionet e qelizës, ndërtimin e qelizës, aq më shumë të lidhet zemra me Kuranin, aq më shumë të lidhet zemra me krijuesin. Edhe aq më i përulur ndihesh, edhe të shtohet më shumë dëshira për të lexuar pastaj. A bie, po themi, fjala shpesh në rrethin tuaj shoqëror me studentëve për fen, për besimin, pra diskutoni mbi aspektet e fesë dhe të besimit, apo kjo është një pjesë që nuk para përzihet në? Me thënë drejtën, ka diskutime për sa i përket çështjeve fetare. Për shembull tek ajetet kuranore, për shembull tek ndikimi i agjerimit në trupin e njeriut, kemi se rrethi shoqëror aty te mjekësia ka dhe musliman praktikant, edhe me ata është e pashmangshme biseda rreth fesë dhe besimit. Akil,
ju ngacmojnë për fen, në kuptimin na tregoni diçka më tepër, ju keni qenë vjet dhe par vjet edhe me këta djemtë të tjerë keni qenë në Mekë, jam i sigurt pra keni bërë umrën atje, keni hedh foto në Instagram se është pamundur që mos hidhet foto kur shkon atje, edhe kam përshtypjen që ngjall kuriozitet. Po, edhe kam vënë re, domethënë ndoshta më përpara besimi ka qenë ndoshta më për brenda dhe njerëzit nuk e shprehin shumë, po sot edhe ta vlerësojnë, domethënë një nga ritet e umës është përja flokëve. Edhe përja flokëve, domethënë elhamdullah kemi flokë të gjithë, po e kam thënë që kur i pret thot pse i preve, ke parasysh, edhe kur thu që imagjino Frezakonin vjen qeros kur vjen nga dhe çka ka ndodhur. Edhe thënë pse i preve, ose edhe i thu që është pjesa e adhurimit në shtrimit të Zotit, domethënë ai thot, imagjino ç'a bindje është forta mund të kesh ti si person që bën këtë gjë për hir të Zotit. Domethënë i rrit edhe atë e ngacmon ndoshta. Ka pas raste periudha gjërimi kemi qenë ndoshta çik në gjimnaz, që më kujtove ishte një shok i besimit krishterë, po ne ishim agjerushëm, po kishim piknik me gjimnazin, në piknik domethënë do bënim qofte zgar, edhe unë isha me 2-3 çuna tjerë muslimanë dhe ne agjeroshëm. Domethënë ne gatushim, lodhshim futboll, lodhshim volejboll, po dha agjeroshëm. Fund ditës erdhi ai më tha, do si e bëni ju këtë, s'do më shkonte menja një herë. Pra edhe të gatuash, edhe të lodhesh, edhe të jesh piknik dhe mos pish as i gotuar. As i gotuj, as Po ishin energjinë. Kjo që domethënë, edhe shko dita shumë i mashallah, domethënë as nuk e kuptova. Fundi erdhi më tha mu, shumë respekt kam, domethënë. Kam shumë respekt për ju, domethënë e vlerësoj shumë. Këto lloj gjërash. Nuk e di, e ul agjerimi produktivitetin si mendon, pra, sepse Jo, e rrit. si mund ta Dhe me bindje shumë të plot, të paktën nga përvojë personale, je shumë herë më i fokusuar se sa kur hap kur konsumon diçka. Tani një studios duhet jo po ha çokolata, ka sheqeri, po duhet hash fruta të thata, Nuk po është të thënë. në Ramazan nuk ha si gjë. Nuk është të thënë. Apo është dhe pa shpjegueshme pra. Vetëm ajo gjë që më mungon gjatë agjerimit është vetëm kafi e mëngjesit, që Edhe të mundohen për të iftarin pastaj direkt. Ke fokusin e qartë për studim, se gjithë ushqimi ose Janë shpërqendrime. aktivitetet e tjera, vetëm, domethënë çdo bëj asgjë kam vetëm studimin ka ngel ose Kurani për shembull ka ngel. Madje mendoj që më shumë je shpërqendruar mbas iftarit se para iftarit. Po. Mbas iftarit nuk mundesh që të bësh diçka produktive në atë produktivitetin fillestar që ke. Është kështu si dy botë ndryshme. Para iftarit që ke fokus etj, pasi mbas iftarit je bën trupin një qetësi. Fut koma. Po, një koma që do të pak marrësh veten. Disa mendojnë që edhe ky ritmi i shpejt, për shembull pyesin si mund ta balancosh ritmin e shpejt me praktikimin e Ramazanit. Po Ramazani nuk ka ardhur për të ndalë ritmin, po thjesht për të riorganizuar përditshmërinë, domethënë. Pra, kemi praktika që Ramazan na ndihmojnë dhe nuk na pengojnë. Ndërkohë, ajo që shpesh po themi është sfida e kohës, janë këto reelsat, kjo dopamina që shkarkohet nga rrjetet sociale, ku Unioni Zëntor ka mëkatin e vet, sepse poston çdo ditë materiale veprat e socialis. Ne përpiqemi që ai që do rri kundërtën se mos më ndër llogaria. Po flet me dikë që nuk ka Instagram, edhe vet limitin e Instagramit e kam vendosur aty që për postimet që bën. Unë mendoj që dopamina që shkakton Instagram është pak problematike. Edhe ato reelsat marrin kohë. E dim se arsyeja kryesore pse kam fshi ka qenë edhe kjo, që koha në të ishte shumë jo produktive, të lodhte, të merrte energjinë edhe nuk e kuptoj si ikte. Po pse postojmë video, ne postojmë mesazhe. Jemi bindur që dikush do ta përdorë Instagramin. Kështu që ai person i cili e sheh diçka, një mesazh çdo ditë, nuk është arsyeja kryesore pse i merr kohën atyre. Për këtë i bindur. Pra sa më shumë mesazhe pozitive, aq më mirë. Aq më mirë. Edhe nëse do t'i marrim një minutë, besoj se ai një minutë që justifikuar. Pra po thuaj që varësia ndaj Unioni Zëntor është e shnetshme. Alhamdulillah. Madje do t'i thoja jeni të varur se inshallah për mirë të jeni të varur. Po me 1 minutë video në ditë nuk është se do t'i bëjmë një varësi aq të frikshme. Mirë, ajo është sa për të hapur telefonin, pastaj nuk ndihet këto procedon. Mirë, me këtë duan e mirët po e mbyllim. Zoti na falë gjithë dhe na përmirësoft, edhe kjo ishte një bisedë shumë e këndshme. Unë po shpresoj që ne do të jemi
së bashku në aktivitetet e tjera, po pse jo edhe në podcaste të tjera të flasim pikërisht për këtë ekuilibër që ndërtohet mes vlerave shpirtërore, shkencore, për ta bërë shoqërinë më të mirë dhe për të qenë një model shumë i mirë për rinin tonë. Ju falenderoj shumë. Në fakt Shqipëria ka plot djemë dhe vajza, plot pozitivitet, plot ekselencë dhe plot, po themi, motiv dhe inkurajim për të ardhmen, nga cilët ne duhet t'i kthejmë sytë dhe energjitë pasi është e ardhmja jonë. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër me një tjetër podcast, me një tjetër takim. Kalofshi sa mirë.